Universi shton presion. Këto 3 shenja marrin lajmin që ndryshon ritmin e jetës. Sot energjitë nuk janë të zakonshme. Universi po shton presionin dhe disa prej jush do ta ndjejnë këtë shumë më thellë se sa të tjerët. Mund të jap një shenjë, një moment qartësie, një lajm të papritur ose një dridhje emocionale që të detyron të rikthesh fokusin te vetja. Kjo ditë është si një valvul presioni, çliron të vjetrën dhe nxit një hap të ri, një vendim ose një ndërgjegjësim që ndryshon ritmin e jetës. Nëse diçka të duket më e rëndë, më e fortë ose më e ndjeshme se zakonisht është sepse universi po të thërret. Sot 3 shenja marrin sinjalin e madh. Dashi. Për dashin, energjia e kësaj dite vjen si një shtytje e fortë për të lëvizur përpara, edhe nëse mendon se nuk je gati. Mund të ndjesh një tension të brendshëm, jo domosdoshmërisht negativ, por një ndjesi që të thotë, bëje tani, jo më vonë. Në punë, një lajm, një bisedë apo një mundësi e papritur mund të vendosë përballë një zgjedhjeje që ndryshon ritmin e ditëve në vijim. Nuk është koha të humbasësh kohë me njerëz që të marrin energji ose me situata që i ke tejkaluar. Në dashuri mund të shfaqet nevoja për sqarim të menjëhershëm, ose afroheni më shumë, ose largoheni pa më dyshje. Beqarët mund të marrin një shenjë nga universi për dikë që po afrohet ngadalë, por me qëllim. Financat kërkojnë maturi, mos e injoro paralajmërimin për shpenzimet impulsive. Energjikisht, sot është dita jote për të vendosur ritmin e ri të jetës. Zgjedhja të takon ty, por universi të thotë qartë, vepro. Peshorja. Për peshoren, presioni i universit ndihet sot si një thirrje për të vendosur kufi të rinj dhe për të mos u kthyer më tek kompromiset që të lodhin. Mund të marrësh një lajm që të vendos përballë një realiteti që e ke shmangur ose e ke zbukuruar me delikatesë. Në punë, dikush mund të presë nga ti të qetësosh situata ose të marrësh vendime të shpejta, por universi të paralajmëron, mos sakrifiko sërish qetësinë tënde të brendshme. Në dashuri, kjo ditë sjell qartësi dhe sinjale që nuk mund t'i injorosh, mund të shfaqet një e vërtetë, një ndjenjë apo një moment që të detyron të mendosh më thellë për atë që po jep dhe merr. Beqarët mund të ndjejnë një tërheqje të pazakontë ndaj dikujt që sjell ekuilibër dhe dritë. Financat kërkojnë stabilitet, hiq dorë sot nga çdo vendim që bëhet vetëm nga frika për të mos shkënjyer të tjerët. Sot universi të jep forcën për të vendosur ritmin tënd, për herë të parë pa hezitim. Peshqit. Për peshqit, kjo ditë vjen si një rrymë e fortë intuitive që të paralajmëron për një lëvizje të madhe. Mund të marrësh një shenjë përmes ëndrave, emocioneve, sinkroniciteteve ose nga fjalët e dikujt që se mendon se të lexon kaq qartë. Në punë mund të ndodhë një ndryshim i ritmit, një mundësi e re, një ristrukturim, një lajm që të trondit pak, por të orienton drejt rrugës së duhur. Në dashuri, ndjeshmëria e sotme të bën të prekshëm, por edhe shumë perceptues. Mund të zbulosh ndjenja që i ke shtyr, ose të shohësh më qartë qëndrimin e dikujt ndaj teje. Beqarët ndihen tërheqës shpirtërisht dhe mund të marrin sinjale që nuk janë rastësi. Financat kërkojnë tokëzim, mos u nis nga ndjenjat, por nga qartësia. Energjikisht, universi të shtyn të ndërpresësh marrëdhënie me energji të rënda dhe të hapesh për një kapitull të ri që nuk të merr, por të jep. Sot nis një rikthesë e ritmit tënd të brendshëm. Nëse universi të dërgoj një shenjë sot, mos e neglizho. Shkruaj në komente. E pranoj lajmin e universit që të aktivizosh energjinë e qartësisë. Bëj like, abonoju në zërin e universit dhe shpërndaje videon që mesazhi të arrijë te ata që kanë nevojë. Universi nuk gabon, sot të foli ty.